Nëse zgjedh Ballukun, ka amerikanët kundra. Po. Në qoftë se zgjedh lëshimin e Ballukut, ka përsëri amerikanët pro. Si mund t'i ketë pro? Po i ka pro pra sepse amerikanët në rast janë kundër Ballukut. Pra janë ata që po shtojnë procesin. Po jo pra? Amerikanët nuk janë kundër Ramës, po janë kundër Ballukut pra në këtë proces. Amerikanët se janë pro punës së SPAK-ut, që bjeruni vazhdoni përpara. Shiko ç'a ndodhi. Do t'rregoj detaj prapë nga çështja? Po se kanë flogerdi. Dritan Premçi, ka interes. Dritan Premçi dhe Altin Dumani hezituan në një moment caktuar për ta çuar Belinda Ballukun në ndjekje penale. Që një sinjal amerikanëve që i dha atyre okay që ta vazhdoni më tej. Vetëm këtë detaj do të përmendu ku janë amerikanët në këtë moment. Pra amerikanët qëndruan fort që çështja të shkojë deri në fund. Sepse mos ishin në këtë moment Altin Dumani e frenoi. Ka qenë që ngushtë për të ndjekur për të marrë mas penale, mas trembusë nga asaj. Këtë nuk është se e thua për herë të parë. Problemi është që goditja Ballukut a tenton të shkund apo të trondisë themelet e mazhorancës. Ka një gjë, unë mendoj që ajo që ka me dy mënyra shkundit mazhoranca. E para. Pastaj çfarë ndodhi? Madjo, me një presion ndërkombëtar dhe me një presion nga opozita. Asnjë nga këto nuk është për momentin. Hajde të analizojmë të tjera dhe të kemi si s'ka presion ndërkombëtar. Po s'ka pra presion ndërkombëtar nga goditja e njerëzve më të afërt nuk ka presion ndërkombëtar publik, jo publik. Po s'ka pra, o zotëri, ti thua që u godit Belinda, u godit Ky Sagasi, dy njerëz më të rëndësishëm për Ramës. Atëherë, ka një deklaratë publike nga ambasada amerikane apo BE-ja që thotë i nderuar kryeministri i Shqipërisë për çfarë ka ndodhur ti duhet të rishkosh pozicionin tënd? Ka zero. Nuk bën vakit. Presion nuk do ketë. Atëherë ke vesh nga diplomacia e mirë te Balluku. Nuk e bëjnë kur këtë. Nuk e bëjnë këta. Atëherë më thuaj mua, ka presion indirekt? Brapa e kanë bërë ata? Brapa skenës së tjetër. Çfarë kanë ndodhur brapa skenës? I ka pas vetës për brapa skenës. I ke te SPAK-u. Ata ta japin mesazhin te SPAK-u. Mark Fleming me shok. Shiko, mere, më vjen ke harruar ministri jashtë ke harruar qëndrimin që mbante trio ambasadorëve në vitin 2013 këtu. Ettore Sekuj, Arvizu, kur edhe ambasadori gjerman kur takoheshin dhe çfarë mesazhe jepnin Berishës Kos. Pra, zotri, me mesazhe publike shqiptarët duhet votojnë kështu. Juri Kim thoshte shqiptarët demokratë po hanë bar, po si mos dalin publikisht? Po keni gabim pra. Ndërkombëtarët shprehen me mesazh, edhe hapur dhe indirekt. Mesazhin korrupsioni thon krimi i organizuar, SPAK-u, mbështetje SPAK-u, Zotri, ka një gjë. Kishin ministrat e jashtëm. Për sa kohë ke Sali Berishën në krye, ndërkombëtarët do bëjnë luftë, do mbështetin SPAK-u. Tek kapitulli i Shqipërisë, tek vendimet e ministrave të jashtëm. Edhe çfarë ka ndodhur Ramës më shumë po fiton. Thoshte, vetëm një gjë saktë që ka ndodhur në Shqipëri është SPAK-u dhe kështu vjen. Po dakord, edhe ne pranojmë, e pranojmë. Duart thoshte. Po edhe Rama thotë, edhe Rama shpreh thotë SPAK-un e bëri Partia Socialiste. Ore, Rama ka 83. Ore zotri, se po mbën, futem mua pozitën të mbroj Ramën tani. Ore, më fal një minutë. Kë do sjellin ata po larguan Ramën? Kë do sjellin më? Berishën. Po jo më mund të sjellin këdo çfarë. Ore zotri, aktualisht Rama që t'i jap flogerdi i den. Aktualisht Rama është i pacënueshëm dhe i pashqetësuar nga ndërkombëtarët për fatin e tij politik. I vetmi kërcënim real është çështja Balluku. Si do reagojmë se çështja real është SPAK-u po thua. Përkundër, jo vetëm që është i pashqetësuar, po pas vitit 3 që kanë bërë bashkë. Pas vitit 3, jo më po t'jap informacion me që ai ka informacione për Ballukun se ishte në një media tjetër. Ai ka për Ballukun, un po ti ke për Berishën. Po ngjitëm pak. Ti ke për Mulin. Pas vitit 3, në fillim të vitit 2026, jo javët e para, po muajt e parë, po them, 2-3 muajt e parë, në kufi, nuk do i bëjmë më këto diskutime fare me Amerikanë dhe me Edi Ramën. Fare. Do ketë ndodhur diçka që do ketë ndodhur. Do themi Amerikanët do thonë edhe këta Amerikanët e Trumpit hajtë se bota mbi para lundron, Rama ka para sa të duash, shkoj dhe deri atje. Nuk ka rëndësi. Tani, cila ishte pyetje për mua se diskutuan shumë gjëra. Do ta lëshoj Ballukun apo jo? Prap do themi këtu se kjo ishte live. Do ta nis nga fillimi. Se ka Rama të thua më shumë para se ky Sirismo? Deri tani ka pas. Deri tani ka pas pra. Asadi. Se Asadi? Deri tani ka pas. Po unë nuk e di që kjo është deklaratë fortë. Shënoje, Edi Rama më shumë para se Asadi. Okej. Dhe Edi Rama ka vrarë po aq njerëz sa Asadi. Shënoje edhe këtë. Po pra, se ti krahason pa krahasueshme tani më bëhet e kot. Po krahasohet Rama me Asadin tani, as Berisha. Po ka patur aq shumë para dhe prapë hoqi Trumpi, këtë doja të thosha. Nuk doja të thosha që thosha që ndonjëherë para se të bëjnë punë më vëlla. Do të thosha që s'bëjnë punë kur shkon dhe vret popullin tat.
kur kalon çdo lloj limiti dhe ka një efekt gjeopolitik atje, me korrupsion. A do ta lëshoj? Tani Amerika e mirë apo e keqe kur ka mbështet Gaddafin, ke qenë me Amerikën ti apo si është puna? Kur ka mbështet Gaddafin për shembull, që e ka mbajtur pushtet Amerika, si ka qenë Amerika? E mirë apo e keqe? Se dhe Amerika ka ngjyra, se e bëni Amerikën. Tani që të dalim nga tema. Që të dalim nga tema. Gjodhen. Kjo që nga e bukur shumë. Ta nisim nga... Nuk diskutohet më pasaj, bëhet mbreta e si bi. A do ta lëshoj Flogert? A do ta lëshoj Jo. Nuk do ta japi imunitetin. Vini një bas Ja, kjo interesant. Nuk do ta japi imunitetin. Kam sa argumente, unë s'di të vërtetën e di ai. Jo, në analizë. Se di as kush. Unë e fash opinionin tim, nuk e diskutoj. Për mua s'ka rrugë tjetër. Tani, do e nis pak nga atje po e nis nga poli se mbajta shënime. Dëgjoj, unë kam një problem me SPAK-un dhe kam legitimitetin ta kem. Unë, poli edhe ca tjerë. Nuk e di Almeri ka qenë kritik me SPAK-un fillim, po ne që e kemi mbështet SPAK-un, ne kemi dhe çik më shumë drejt morale të kërkojmë pak llogari. Jo të kërkojmë llogari, le të kritikojmë. Ore, për mua dosje më dobët se dosja Balluku nuk ka patur në asnjë rast. E ke lexuar? Akuzën shofun. As ajo s'ka dalë për Ballukun, ajo është që ka dalë për ato që kemi parë, domethënë. Po thua ato që kemi parë për për çdim deri tani. Domethënë, nëse për Veliajn flitet për fshehet pasurisë, se thashë shoqja bla 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 bla. Për Metën po ashtu pasuria, gjithmonë pasuria. Te Balluku ka ndiku ka prish barazinë e një gare në tender. Po kështu e nisën, është e vërtetë kështu. Qesharak, ku janë parat më burr? Se e kam thënë edhe para ca ditësh këtu, para ca javësh, para ca ditësh nuk e mbaj mend. Ore, kemi çuar Ilir Metën, 30 vjet pushtet. Kemi çuar Erion Veliajn në Burg, ë? Erion Veliaj një 12 vjet në pushtet po e marrun nga 2013. Ka ato halle doktori, 30 vjet në pushtete në krye të vendit. Ku diun tjerë me radh. Fal, nëse këta na kanë vjedh kaq pak që njëri ti ka bllokuar shtëpi, tjetri ti ka bllokuar avlli, ne që kemi kot më burr, ne që kemi anku kot më vëlla. Ajde të shkrim SPAK-u, se s'po bëka po SPAK-u. Jo, një sekond. Jo, një sekond. Tani ne themi më mirë ajo e krime, po flasim si Berisha tani. Ne themi krimeve të rënda bëjnë më punë. Opozita thot, një pjesë e publikut thon, ne mendojmë sa herë themi, ku diun. Po marr Erion Veliaj, me që mban ai tani se u pa puna. Ka bërë namet. 10 vjet në krye të bashkisë, 4 miliard euro. Më fal. Po, nëse ka 4 miliard euro që ka menaxhuar në krye të bashkisë për 10 vjet buxhete. Paska vetëm 800.000 euro me një anë ajo shoqe që paska abuzu. Dhe shkon i konfiskon prit. Dhe shkon dhe i konfiskon shtëpinë që e ka në rregull, se të shtëpitë i kanë rregull të deklaruara. Kjo e di çfarë është më. Kjo nuk është të bësh hetime serioze dhe të tundësh nga themelet ata që kanë bërë korrupsion, patjetër more. Kjo është jam nistosh. Ka ndodhur dikur diçka me një njeri në pozicion të lartë në Republikën e Shqipërisë. Ju pastruan gjitha parat, ju bën të bardha. Nuk po e them emrin se është njetën e vet. Tani, po e trim ke Balluku se te Balluku jam unë. Tani, po zgoditi SPAK-un s'del do të. Jo, nuk po e godas SPAK-un. SPAK-u po i them, a ka mundsi? Ore SPAK-u kaq mundet. Po ky Erion Veliaj, kjo Velina Balluku. Kam prit më shumë. Ore qoftë për një cent. Nuk ikin dot, duhet patjetër të ai në Burg ka një vit atje, duhet patjetër të jetë kryetar bashkie dhe nuk i shqitet. Më fal. Shive, dorëheqja, zgjidhja. E di u këtë, more, e di. Po prit më me rast. Po çfarë t'ju bësh? Me rast. Ka me dorëheqje sikin. Me rast, more, me rast. Me SPAK sikin. Me rast, more. Me vot sikin. Tani, çfarë t'ju bësh? Zgjidhja ishte e thjeshtë. Kjo zonja mund dorëhiqej. Ka zgjedhur që koston politike t'i japi vetës dhe Edi Ramës duke mos ikur. Punë e saj. Tani, çfarë më kërcet mua te kjo histori e Ballukut? Për dal pas edhe te kjo, a do e lëshoj Rama apo jo, të argumentoj. SPAK-u bëri një kërkesë, gjykata e firmosi. Pezullim nga detyra, më thash. Deri në këtë moment ishte në dorën e kësaj që të mund të jepte dorëheqjen kur doli lajmi. Nga ky moment
kishte një lloj argumenti, Rama kishte një lloj argumenti për kushtetutshmërinë. Dëgjoj, kronologjinë, për të jemi të saktë. Po. Doli lajmi që po hetohet. Aty duhet do hiqej pa pastaj. Se pastaj ndodhen masa. Nuk e bëri pra, jam dakord pra, nuk e bëri aty pastaj te kjo historia e paprecedente të pezullimit një ministri, aty kishte një lloj argumenti për thënë që ta shohej kushtetuesja. Po. Tani, ajo që mua dhe ju rëndua. Po, ajo që mua nuk më shqetëson është që Spaku më duket nervoz dhe I dobët në raport me Ballukun me nxitimin për të kërkuar në parlament ato që kërkoi. Të tjerat. Ti, mor institucion, a beson të shkallët e gjyqësorit dhe të korrigjimet që bëjnë shkallët e tjera? Ne kemi bërë moral pse s'presin vendimet ta, pse s'presin vendimet ata. Po Spaku pse nuk pret një vendim nga gjykata kushtetuese? Kupton? Dhe në qoftë se e paska kaq nevojshme për të bërë arrestin, e kështu me radhë. Pse nuk ishte kërkesa për arrestin në fillim? Por nuk kanë kërkuar pezullim këta që të presin, ma kërkuar arrest tani. Arrest, kërkoni që në fillim, mos kërkoni pezullim fare. Po për se dyshoj unë tani, një sekond. Se dyshoj, jo pra dyshoj unë tani. Unë them, po për se dyshoj. Dyshoj unë. Strategji për të parë si sillesh ti përballë një. Po mos ka lëvizur në para për shembull dhe na është I kompromituar dhe Spaku. Para për çfarë për ta futur brenda? Po ku di unë, po jo më të hera e parë. Të hera e parë. Të hera e parë, more, të hera e parë. Te pezullimi. Si para për çfarë më do të ta pezullen apo mos e pezull më thoj? Te hera e parë. Për ta zbutur thot. Për ta zbutur pra. Ore, o vlla. I morën ato parat apo si morën? A ke parat? A doni para? Prit, jo pra jo. E di kush është Thelbi, o Pol. Thelbi është këtu. Nuk e kuptoj se ata po e proposin që do të ka marr para. Jo, Thelbi është këtu, deri tani të paktën. Thelbi është që vendimet e Spak lënë për të dëshiruar sepse ka një dosje të dobët ndaj Belinda Ballukut dhe për herë të parë Spaku nuk po di ç'po bën dhe është I fokusuar. Pra, çfarë bën Spaku? Spaku është mësuar që çdo kërkesë e Spakut noterizohet nga çdo gjykatë. Për herë të parë Sharra Ngozh. Erdhi dita të flasin fiksi Sali Berisha. Te kushtetuar. Hala, është fakt ky që po them apo jo? Po ku e di ti që kanë frikë po vlla? Si pas kanë frikë? Po citoj fakte, nuk ka frikë, çfarë frikë? Fakte, ti as I fakt. Poli qetësom. Dgjoj, jo. E di kush është fakti? O Pol, jemi vetëm Pol më burr, nuk kemi dy Polë. Po më dgjoj më burr. Dy raste, Floger, të paktën 2-3 raste. Që Spaku, për shembull Erio Velia. Erio Velia 5 daja. Te 5 daja, thotë Spaku gjykata e posaçme I tha jo tha. Kthejmë brapsht sa fut edhe Erio Velin se është auto. Nuk e keq akoma. Po më thonë një herë po bë gabim që po çon Edinburg se kanë bë. Kanë nxirr të pafajshëm. Këmore. Gjykata ka ulur, shikoj vendimet. Do flasësh për këta. Ore, vendimet e gjykatës ti apo do flasësh për ato? Butësirat. Sepse Shqipëria përbehet vetëm nga Ilir Meta, Sali Berisha, Lalieri dhe Belinda. Po flasim për këta tani. Po çfarë po flet për këta? Këta janë futurinë të Shqipërisë. Do flasim për që ta mbrojë kritikën time ndaj Spakut, duke ikur nga tema e arrite. Institucioni duhet dhe u po të them. Institucionin përgjithësi është kështu, do më gjosh gjykata e tjera në Tiranë janë kthyer në kriminale se për 5 grama shash, për 1 kg shash, po I dënojnë nga 8 vjet, nga 10 vjet, edhe njerëz pa përsëritje dhe Spaku është më tolerant. Jemi dakord me ty. Jemi dakord me ty. Por nuk ka gjykat në botë, pra Pol, në botë, në planet nuk ka. Ja bëfsha nënën që të thot gjykata unë po bëj hetime paraprake për ty, pra akoma nuk e kam nisë hetimin, po ti shko pak në burg se mos gjene gjohën që të nisë hetimet ndaj teje. Po ne kemi thënë që Spaku. Po ik tani mona bëj tani moral veshit tash. Ata tani ma bete kot tani. Ata tani kot se do një sekond. Ore Thelbi është ky. Spaku në rastin e kësaj zonjës është I dobët. Ka çuar një dosje të dobët atje te gjykata. Se ke lexuar dosjen. Më fal, çfarë ka dalë më? E ka kërkuar për shkeljen e barazisë në tendra. Po çdo gjë që dim neve është e vërteta. Po më sa di, po ti nxjerri pra. Po pse ti nxjerr më është e tim? Ka dalë Floger, të lutem. Pse ti nxjerri më? Floger, po ta lexosh deshin. Është.
Ku është pastrim para? Se ka mor, nuk e ka të gjëja që ka Po ta lexosh dosjen ti. Për çfarë ka çuar? Për çfarë ka çuar të gjykata? E di sa për çfarë? Edhe di çfarë ka bërë. Spaku që kritikon ata janë treguar të varcen. Ata janë treguar të dobët, ka çuar. A ka ndonjë te varcja? Po normale vëlla tesh viola gjatë. Ka marrë një vendim gjykata? Po. Ndaj Ballukut për heqjen 2-3? Po. Për çfarë arsyesh i ka kërkuar Spaku? Belinda e para nuk ka një akuzë, ka 3 akuza. Më thuaj. Është pastrim parash? Jo. Ora ke aty, është jo për shkelje parazitën tendra. Shkelje parazitën tendra, është intimidim. Kur ka kërkuar atë nuk ka korrupsion. Ke gjithë aty. Nuk ka korrupsion. Unë kërkoj ka 2 vjet, fal. Ka në marrë është dosje dobët që do të thotë nuk është ka s'ka fajbe. O red, në maj ka 19 muaj që Spaku ka telefonin ka në shkurt fare, ka mbi 20 muaj që Spaku ka telefonat e Vizberberit. Ka gati 2 vjet. Dakor, ka 19 muaj që ka dosjet. Tu ka të drejta që duhet të shtuar më agresiv dhe më i shpejt. Po vlla, duhet, m'fal. Kështu këtu ka dhe kritika, Unë po them që ke 2 vjet që mban telefonat dhe dosjet, dakor. Dhe ti tani, mas 2 vitesh që i ke gjitha këto dosje, thua, nuk du të dali jashtë Ballukut, du të pezullohet se më prish provat. Ti provat ka 2 vjet që i ke. Si dha 12 mandate Ramës ajo? Po mirë, ke 2 vjet që i ke provat. Çfarë provash do prish i Balluku për ato që po akuzon, more? Prandaj them që është i dobët. Është dobët dhe çfarë do të thotë nuk dua të shkoj më tepër. Çfarë do të thotë kjo që Spak në rast me Ballukun është i dobët? Po përdoret, po instrumentalizohet. Bravo. Sepse dëgjoj, ja të bëj një pyetje këtu. Është i korruptuar, shumë e bukur kjo. Qendrimin e Flogerit çfarë do bëj Rama? Sali Berisha deri dje thoshte Edi Rama përdor për ne 3 liderët kryesorë, na ka lëshuar skapin e partisë. Po, kam xhik në duart e Belës kush po ja lëshon? Edhe unë jam kurioz shumë. Varet nga cila premis do nisen. Nëse nisemi nga premisa që Belinda Balluku është një lubi e korruptuar deri në fyt që nuk di nga ço lekët dhe ku diun se çfarë, pra nëse është kjo premisa, atëherë ne mund të themi që Spaku është i korruptuar sepse lubia ka nxjerr lekët nga ka pas nga si ka pas dhe po përdor banda e po jep para që Spakut mos i bëj gjë. Kjo është një variant, një premis. Ka i premisë. Që do me thënë ka patur kunj personale, doktori. Premisa e doktorit. Doktori ka lëshuar Spakun. No, premisa. E ka frymëzuar, do thosh. Premisa e doktorit është. Pra ka marrë Spaku premisën e doktorit që është lubi e kështu me krimin organizuar dhe e ka kthyer në dosje. E marrim sigurisht mirëqen këtë doktor tani ne. Spaku mban shënim doktorit. E marrim mirëqen sikur Belinda Balluku lëre doktorin, ai e thot. E marrim mirëqen që ajo është një lubi e korruptuar me miliarda që nuk di nga ço lekët dhe bandat. E marrim mirëqen me këtë që thot doktori. Atëherë nëse nisemi nga kjo premis, unë them që është dosja kaq e dobët, sepse kjo zonja ka lëshuar disa e putesh treguar Spaku doktor mos e më lujte me unë do të them premisa po fut premisën e doktorit ore Spaku është i ftohtë më është prokurori e ka kursuar për grup të strukturuar kriminal premisa tjetër pra tani e ka kursuar për grup të strukturuar kriminal sepse është në vepër më shumë se një person ani për tani e ka Spaku është treguar putë ishte gjallë debat po ta mbaroj logjikën se të pyetën që ç'është thonë unë poli e po prit më pol, një premisë është kjo, nëse lubia është e korruptuar, atëherë ka lëshuar gjithë artillerinë e saj për ta pasur dosjen e dobët. Unë këtë nuk e besoj, që të kuptohemi. Se edhe besoj shaqparën, nuk dua të besoj dytën. Nuk dua ta besoj dytën. Po, derisa erdhi ajo që mua më ashu është që nuk e di pse, më duket ose jo profesionale, nga mungesë profesionalizmi nga ana e Spakut, ose kamuflim dhe një personale si Merion Veli që kishte dhënë ose një marifet dhe mënyrë intelektuale si është Dumani të kryerjes së gjithë procedurave nga ana e variante. Po çfarë do bëj Rama? Prit një sekond. Po ky variante që të jetë një ai dute me çizme
që po dalin asfaltet pas 6 muaj të autostradave. Pse nuk është grupi strukturuar kriminal, Poli? Ta thash pra varianti i parë. Ja i dute specizme.